kemi të përmbyllur kompleksin e shkollave të qytetit 9 vjeçare dhe gjimnaz, ku tashmë aty kemi edhe një, nuk do ta quaj palestër, ne do të shkojmë më pas atë që ta shikojmë, por mund të them një, që ta bëjmë pak batut, do me thënë është një, po themi, qytet fëmijësh që ka Korça, po themi një version Temu, pra një gjë më e vogël. Nuk ka madhështinë e qytetit së fëmijëve të Korçës, është diçka më e vogël, por ne duam ta shfrytëzojmë një investim të Ministrisë së Arsimit dhe Bashkisë Kolonjës, është investimi i përbashkët, për të ngritur një qytet të vogël fëmijësh, ku të shërbejë si një kinema dimërore për të rinjt, të shërbej për qendrën kulturore të fëmijëve, për kurse të tipologjive të ndryshme, për ekipet zinxhir, sepse shpesh më kritikojnë, po më them që bëj zgjedhjen e mirë. Unë nuk jam tifoz i ekipit Gramozi, të ekipit që garon, nuk ka parë njeri kur është mirë, kur është tifoz aq me pak bastegji, unë e shikoj me këmbë në tokë, por unë jam mbështetës më i madh të ekipeve zinxhir, të fëmijëve të basketbollit, volejbollit, futbollit, pra për të rinj. Ne nuk e kemi mundësitë ekonomike dhe jam i bindur që bëj zgjedhjen më të mirë, Iris, që ne nuk investojmë miliona për ekipin e Gramozit për të ecur, nëse ne do të kishim futbollistët tanë do të ishte shkëlqyer, po ende nuk e kemi këtë luksin e të blejmë futbollistë për të performuar me ekipin, por nxitjen e fëmijëve për sportet, për shëndetin e tyre, kultivimin e jetës tyre, e bëjmë me kënaqësi. Dhe kjo palestër do të jetë një funksion i jashtëzakonshëm për qytetin dhe dua ta përmend si investim, sepse është investim. Nuk është një investim fizik i prekshëm, por është një investim nga më të mirët që unë kam bërë si 7 vjet kryetar bashkie, këtu dua ta marr meritën vet. Investimin e event.